Raporti i Avokaturës së Shtetit për vitin 2025 nxjerr në parë probleme serioze në sistemin shqiptar të drejtësisë, bazuar në vendimet e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit. Nga 34 çështje të shqyrtuara nga kjo gjykatë, në 12 prej tyre janë konstatuar shkelje të Konventës Evropiane. Strasburgu ka evidentuar vonesa të rënda në gjykime, mungesë aksesi në gjykatën kushtetuese, vendime pa arsyetime të plota dhe raste të dyshimeve për mungesë pa anshmërie të gjyqtarëve. Një nga shqetësimet kryesore lidhet me kolapsin e mekanizmit për kompensimin e qytetarëve për zvarritjet gjyqësore, për shkak të mungesës së gjyqtarëve dhe stoku të madh të dosjeve. Raporti kërkon ndërhyrje urgjente për plotësimin e vakancave, korrigjimin e praktikave gjyqësore dhe garantimin e një procesi të rregullt ligjor. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i është drejtuar gjykatës së lartë me kërkesë për përshpejtimin e rigjykimit të çështjes së tij dhe shqyrtimin e argumenteve pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Në kërkesë Velia i pretendon se zvarritja e procesit po sjell pasoja të drejtë për drejta mbi lirim personale, ushtrimin e mandatit të marrë nga votuesit dhe funksionimin e Bashkisë së Tiranës. Ai argumenton se çdo vonesë rrezikon ta bëjë të pamundur rikthimin efektiv në detyrë, pasi koha e mandatit po konsumohet. Sipas tij, një vendim i vonuar pozitiv nga gjykata e lartë mund të mbetet pa efekt praktik, duke mos rikthyer periudhën e humbur të ushtrimit të funksionit publik dhe duke cënuar sipas pretendimit të tij edhe të drejtën e qytetarëve për të qeverisur nga përfaqësuesi i zgjedhur. Këshilli i Qarkut Shkodër ka propozuar shpalljen dëshmoria deu të gjyqtarit Astrid Kalaja, i cili u vra më 6 tetor 2025 brenda sallës së gjyqit, teksa ushtronte detyrën. Nisma është mbështetur nga shoqata kombëtare e gjyqtarëve, e cila e cilëson këtë si një kërkesë unanime të konferencës së gjyqtarëve dhe kërkon përshpejtimin e procedurave për njohjen zyrtare të statusit. Kalaja u qollua me armëzjarri nga Elvis Shkambi gjatë një procesi gjyqësor për një konflikt pronësie disa dekadash. Nga atentati mbetën të plagosur edhe 2 persona të tjerë pjesë e palës kundërshtare në gjyq. Ngjarja tronditi sistemin e drejtësisë ndërsa institucionet po ndjekin procedurat për nderimin e gjyqtarit të vrarë në krye të detyrës. SPA ka dërguar për gjykim 15 persona të dyshuar si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që sipas hetimeve ka trafikuar mbi 8 ton lëndë narkotike nga Amerika Latine drejt tregjeve europiane. Prokuroria thotë se grupi ka transportuar 8126 kg drog, ku pjesa më e madhe ishte kokainë nga Brazili, Ekuadori dhe Kolumbia, përmes rrugëve të trafikut në Europë. Në dosje përmenden si drejtues të dyshuar biznesmeni Artur Hoxhosmani, Ermir Ndreja, Erion Alibej, Gentin Derjaku, Nazmi Shahini dhe David Petrot, ndërsa pjesëtarë të tjerë akuzohen për rol aktiv në rrjet. Hetimet janë mbështetur edhe në komunikimet e platformës së enkriptuar Sky ECC dhe bashkëpunimin me autoritetet të disa vendeve. SPAK pretendon se grupi kishte shtrirje ndërkombëtare dhe operonte në trafikun e kokainës, hashashit dhe kanabisit drejt Italisë, Belgjikës, Spanjës dhe Hollandës. Zëvendës drejtori i kadastrës Dibër, ish drejtuesi i këtij institucioni Daniel Gjura, ka përfunduar në pranga pas një urdhër arresti për mashtrim dhe falsifikim dokumentesh në bashkëpunim. Arrestimi i tij lidhet me hetimet për një skem të dyshuar të tjetërsimit të paligjshëm të pronave në Dibër, ku policia ekzekutoi më herët 14 masa sigurie ndaj punonjësve dhe ish-punonjësve të kadastrës, si edhe personave të dyshuar për përfitim nga dokumentet e falsifikuara. Sipas hetimeve zyrtar të kadastrës në bashkëpunim me një notere dhe persona të tjerë, dyshohet se kanë manipuluar dokumente për kalimin e pronave në favor të një shtetasi dhe familjarëve të tij. Gjura, i cili ka qenë edhe kandidat për deputet i Partisë Socialiste në zgjedhjet e vitit 2025, tashmë është pjesë e një dosje që vijon të jetohet nga autoritetet. Një efektiv i policisë së shtetit është arrestuar nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në kuadër të operacionit Basti i fundit, në ndyshimet për shpërdorim detyre dhe përfshirje në organizimin e lojrave të paligjshme të fatit. Në pranga ka rënë Lutfi Dervishi, ndihmës specialist i policimit në komunitet në Fushkruj, së bashku me Saba dhe Fatmir Stafugën. Hetuesi dyshojnë se efektivi kishte lidhje me aktivitetin e paligjshëm të 2 personave të tjerë. Gjatë kontrolleve në banesën e polisit u gjetën 119 fishek, ndërsa në ambientet e të arrestuarve të tjerë u sekuestruan pajisje për bastet online, server, DVD, materiale për paketimin e drogës dhe lëndë dyshuar narkotike. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rolit të secilit në këtë skem. Një shpërthim me lëndë plasës se ka tronditur Krujën, ku objektiv ishte një automjet tip Fiat në pronësi të Dervish Gunit. Nga ngjarja nuk pati persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Kamerat e sigurisë kanë regjistruar një person të dyshuar i cili afrohet pranë makinës, vendos lëndën plasëse dhe largohet në këmbë. Autori dyshohet se kishte veshur rroba të errta për të shmangur identifikimin. Sipas hetimeve paraprakë, sasia e eksplozivit ishte e vogël dhe ishte vendosur pranë kafanos, çka ka ngritur dyshimet se shpërthimi mund të ketë qenë një mesazh paralajmërues. Pronari i automjetit ka mohuar konfliktet me persona të tjerë, ndërsa policia po heton të gjitha pistat për fshirje dhe një konflikt të mundshëm pronësie.
Një 16 vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës pasi dyshohet se ka plagosur rënd me thik xhaxhain e tij. Ngjarja ka ndodhur pas një konflikti familjar ku sipas burimeve shkak është bërë fakti që xhaxhai e kishte kapur nipin duke konsumuar lëndë narkotike të llojit hashash dhe ja kishte treguar të vëllait. Pas përballjes i mituri dyshohet se ka marrë një thik dhe ka goditur 2 herë xhaxhain e tij, duke i shkaktuar plagë të rënda. Policia ka ndërhyrë menjëherë dhe ka arrestuar të riu ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dinamikës së konfliktit. Dënimi me vdekje ndaj Arghavan Fallahit ka shkaktuar reagime të forta. 25 vjeçaria akuzohet si mbështetëse e organizatës popullore të Mujahedinëve të Iranit. Sipas burimeve të opozitës iraniane, vendimi është dhënë nga Gjykata Revolucionare e Teheranit dhe i është komunikuar avokatit të saj. Fallahi u arrestua në janar 2025 dhe sipas raportimeve ka kaluar muaj në izolim gjatë marrjes në pyetje. Ajo ishte arrestuar edhe më herët në vitin 2022 së bashku me babain e saj, i cili gjithashtu ndodhet në burg për çështje politike. Organizatat e të drejtave të njeriut dhe rezistenca iraniane i kanë bërë thirrje OKB-s dhe institucioneve ndërkombëtare të ndërhyjnë urgjentisht për të ndaluar ekzekutimin dhe për të hetuar kushtet e të burgosurve politik në burgjet iraniane. Një histori mbijetese ka tronditur Venezuelën pas tërmeteve shkatruese të 24 qershorit. Një nën me 3 fëmijët e saj janë nxjerrë të gjallë nga rënojat e një ndërtese në zonën e La Guairas, pasi kishin qëndruar të bllokuar për 11 ditë. Sipas autoriteteve, nëna arriti të mbante gjallë fëmijët duke i ushqyer me gjë gjatë gjithë periudhës së izolimit, derisa ekipet e shpëtimit arritën t'i lokalizonin dhe t'i nxirrnin nga rënojat. Ndërkohë bilanci i katastrofës vjen të jetë tragjik me mijëra viktima të plagosur e persona të zhdukur. Tërmetet kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale duke dëmtuar 10 mijëra banesa e duke lënë familje pas tre. Autoritetet paralajmërojnë gjithashtu rrezikun e përhapjes së sëmundjeve për shkak të mungesës së ujit të pijshëm dhe kushteve të vështira higjienike. Kronika e zezë shkon edhe në futboll. Ndërsa Argentina vijon suksesin në Kupën e Botës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Federata Argentinase e futbollit po përballet me një hetim të madh financiar nga autoritetet amerikane. FBI dhe Departamenti Amerikan i Drejtësisë po verifikojnë dyshimet për pastrim parash dhe parregullsi në operacione me vlerë mbi $300 milion. Në Miami, agjentët amerikan morën në pyetje biznesmenin Guillermo Tofoni për mënyrën se si AFA ka menaxhuar kontratat tregtare ndërkombëtare përmes bankave dhe kompanive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Federatës, Claudio Tapia, ndodhet nën presion të dyfisht pasi në Argentinë po përballet edhe me akuza për keq menaxhim të fondeve publike dhe pensionale. Hetimi amerikan është ende në fazën paraprake dhe nuk ka akuza zyrtare, por autoritetet po analizojnë rrjetin financiar të AFA-s dhe personat e përfshirë në një çështje që mund të kthehet në një nga skandalet më të mëdha të futbollit ndërkombëtar.